Deklarata kushtetuese që shpalli sot Kuvendi i Kosovës paraqet vetëvendosjen e popullit shumicë, shpreh vullnetin e ligjshëm të kombit shqiptar, të cilin e përligjen delegatët që vërtet e përfaqësojnë popullin. Është ky akt historik i përligjes dhe i konfirmimit të vullnetit politik dhe i kërkesës plebishitare të popullit shqiptar për fillimin e hartimit të Kushtetutës së re të Kosovës, e cila statusin e Kosovës do ta sankcionojë si subjekt plotësisht të pavarur e sovran në Federatën apo Konfederatën e ardhshme jugoslave. Me këtë deklaratë historike, Kosova u shpall njësi e pavarur si të gjitha republikat tjera në kuadër të Federatës apo Konfederatës së ardhshme jugoslave. Populli shqiptar, i cili edhe pas terrorit të papar shtetëror respekton integritetin e RSPJ-s, nuk ka nevojë më të dëshmohet para popullit jugosllav. Përkundrazi, popujt tjerë të Jugosllavisë duhet të dëshmohen dhe të korrigjohen si bashkëfqinjë të mirë ndaj shqiptarëve. Plebishiti i gjertanishëm shqiptar në Kosovë, të cilin e përligjen sot delegatët e Kuvendit të Kosovës, dëshmon qartë se ky popull vendosshmërisht e ka marrë fatin e vet në duart e tij dhe se në këtë rrugëtim të pavarur që e ka bazën në sovranitetin burimor të Kosovës dhe në vetëvendosjen e popullit të saj, do të pranojë dialogun e barabartë e demokratik për rregullimin e ri të Jugosllavisë me të gjitha kombet tjera, qoftë si federat apo konfederat, dhe ku statusi i Kosovës do të jetë i njëjtë me republikat tjera, sepse popullit shqiptar me deklaratën e sotme kushtetuese ju rikthye e drejta e kombit shtetformuar. Deklarata kushtetuese